Rustemi dhe Hajri Hime. Ndalon këtu në Shkrevan për dy arsye. E para për të evidentuar rrugën që shkojnë për Dimal, në vendin me arkeologji në qytetin e hershëm i lirë të Dimalit, dhe u ndalon në Shkrevan edhe për faktin tjetër, sepse është një emër i vjetër që diçka do të thotë zoti Mihal. Është një ndër fshatrat më të vjetër. Ka patur një zhvillim simbas historisë, një zhvillim të jashtëzakonshëm, me një numër të madh banorësh, me shtëpitë sistemora dhe fshatra të grumbulluara me lagje, fshate. Me vdekjen e Skënderbeut dhe me fitoren e ushtrive turke ndaj të birit Gjon Kastriotit, që larguan për në Itali, shumë nga banorët e këtij fshati u larguan dhe shkuan në Italinë jugore. Ata stërgjyshit e tyre, dikush mi kanë këtu, dhe unë do të tregoj një histori shumë të bukur. Pra ishin mërgimet e para këto të viteve, rreth viteve 1500. Bile në Muzeun e Fierit, do të gjeni fjalën Skrivan për emigrimin e këty banorëve të këtij fshatit në atë periudhë. Po. Fshati ka qenë me portë. Që të hyje në Skrivan, duhet të kaloj një portë. Ai që i zhvilluar ishte me nivelin ekonomik po dhe kulturor. Me largimin e banorëve, fshati filloi të dobësohej. Dhe Pashaj Turk, sultani në atë kohë, të fshatit e dërgoi një nga luftëtarët në të Zot dhe i tha, çfarë dëshiron ti mbas fitores në një betejë që kishte zhvilluar turqit? Dhe ai kërkoi fshatin Shkreva. Dhe erdhi këtu dhe prandaj ka qenë Selam, dhe këtu është një fis shumë i madh me emrin Selama. Dhe shumë fikse tjerë. Ky fshat ka qenë i zhvilluar edhe më vonë. Ka shumë intelektual, njerëz të ditur. Dikur mbas në kohën e Italisë vjen në Kuçov vjen një inxhinier italian. Dhe ky inxhinier italian ishte me origjinë, i jati i tij ishte me origjinë nga Shkreva. Dhe i thot të birit, ku do shkosh? Në Shqipëri. Do vesh thot ai në filan vend, unë do të tregoj vendin ku është. Do shkosh në filan vend, se aty ka qenë gjyshim. Dhe do marrësh 2 qoromidhe, 2 copë qoromidhe nga i trull, dhe të mi bjesh këtu. Dhe inxhinieri erdhi, e kërkoi, pyeti dhe i gjeti vendin e shtëpive. Dhe i mori 2 shenja nga prëni dhe ja çoi babait të atij. Po, si do që ne kemi një destinacion tjetër sot për në Dimal, por megjithatë që në hyrje ne morëm pak pamje, jemi në rrugtim pra, jemi në ecje, që tregojnë vazhdimsinë e kulturës të këtij fshati, të Shkrevanit. Vazhdojmë rrugën në mes plantacioneve të bukura të ullinjve, të mbjell mbas viteve 90. Poshtë, kodra të veshur me drurë dhe shkure. Jemi midis fshatrave Shkreva dhe Bistrovic. Nga pjesa perëndimore, kodra dhe ulësira plot ngjyra dhe kontraste, ku duken hapësira pa mbarim. Një ekuilibër natyror perfekt. Po i afrohemi fshatit Allambrez, një tabel orientuese ku shkruhet Kalaja e Dimalit. Një orientues për ata që udhtojnë për herë të parë. Ngjitemi në rrafshin e kodrave, në një rrugë malore por të kalueshme, edhe për veturat.
afro përpara plot makina dhe njerëz, të gjithë për të festuar ditën e verës në Dimal. Ka shumë të dhëna arkeologjike se Dimali është qytet i rëndësishëm, por mbetet nën tokë, për shkak të investimeve për ta nxjerrë në dritë e diellit. Në nën tokën e këtij vendi të mbuluar me shkure dhe qershi të mbjella nga fermerët, qëndron një qytet i lirë, ndër më hi e rëndët, i periudhave të lashtësisë. Një thesar i rrallë, në qendër të urës vajgërore qëndron ky monument, djaloshi i Dimalit, që lidhet me zbulimin e kryer nga arkeologu plot pasion, patrioti guzimtar Burhan Dautej. Dhe sot u ndalim këtu për 2 fjalë me Paula Mushodet. Në fillim ju falenderoj shumë për ardhjen tuaj këtu, është një ndër mat, kemi presim në kalan e bukur të Dimalit. Kjo kalan nga gojëdhënat e hershme ndonë se Olimpi ka qenë ai që ka shkruar shpesh për luftrat iliro-romake dhe iliro-maqedonase, por asnjëherë nuk është gjetur përse emri i kalas është Dimal. Por më pas gojëdhënat, nga gojëdhënat kemi mësuar që Dimal quhet Diman sepse ndodhet midis 2 maleve. Është një kalas që ndodhet në perëndim të qytetit së urës vajgërore. Ka qenë i pari, ka qenë një arkeolog austriak, i cili ka hedhur tezën se këtu pas nesh ndodhet një kala dhe ndodhen rrënojat të vjetra arkeologjike. Dhe më pas me mendimin e tij, në vitin 1963-1964 janë bërë rrëmime intensive dhe kjo gjë e bën që kjo gjë e jep Dimalit një emër të rëndësishëm, duke u zhvilluar kështu edhe turizmi, pikërisht siç jemi mbledhur të gjithë ne për sot. Unë të falenderoj për intervistën dhe për televizion apo. Falenderoj. Vazhdoj. Linë e Kodrës mbushur plot, të rinjtë dhe të reja, banorë të ardhur nga fshatrat përreth, Sokalat, Krotin, Llambres, Bistrovic, si dhe nga ura vajgërore, Berati e tjera. Gjithashtu marrin pjesë në zënët shkollas fëmijë, janë përfaqësues nga 3 brezat që këndojnë dhe edhin valle.
E ndërsa të rinjtë dhe të reja kërcejnë dhe hedhin valle në këtë fest, organizuar nga kryetaria e Bashkisë Dimal Juliana Memaj, e cila takohet dhe uron pjesëmarrësit. Fëmijët i vendosin verore dhe më pas kryetaria e bashkisë i bashkohet atmosferës festive të ditës verës. Pasi shumë pjesë të tij nuk janë zbuluar ende. Një vajzë e re përshëndet pjesëmarrësit në këtë festë të bukur tradicionale në qytetin antik të Dimalit. Si pasojë e rritjes së vegjetacionit. Kryetaria e bashkisë Juliana Memaj përshëndet pjesëmarrësit në këtë festë të bukur tradicionale të ditës verës. Dimalit, por më lejoni që me një duartrokitë të madhe për të merituar të ftojmë kryetarin e bashkisë sonë zënjën Juliana Memaj. Faleminderit gjithëve, gëzuar nga zemra festën e verës. Në fakt, ne jemi këtu, mbirën oja dhe një qytetërinë shumë të lashtë, në të 200 vjetë para erës sonë, vitin të cilin ky qytetërim që ndodhet nën këmbët tona ka pasur kulmin e zhvillimit vet. Në fakt, edhe ne si përfaqësues të një pushteti vendor të Republikës Shqipërisë duam që t'i kthejmë shkëlqimin e dikushëm këtij sajti. Në fakt, në për disa prej përpjekjeve tona për ta rikthyer dhe ta rialzuar Dimalin, një pjesë e mirë e tyre lidhen me infrastrukturën, si me aksesin në rrugë edhe me ujin e pishëm, që ne kemi bërë të mundur që në 2 çarra të cilët kufizohet kësaj ka akseson ne të kemi ujin e pishëm sot, por nuk kemi mjaftuar vetëm këtë, fal në studimit fiziologjik të bërë për zonën, edhe për zhvillimin dhe rialzimin e këtij sajti, kemi arritur të hartojmë 2 projekte shumë të rëndësishme, atë për muzeun e artefakteve dhe atë për bërjen e aksesueshëm dhe të dukshëm të amfiteatrit që ndodhet në nëntokën e Dimalit. Patjetër që këtu ka pafund ase të çmuar në nëntokë, por këto do jenë 2 fillimet tona për ta bërë të vizitueshëm këtë sajt, jo vetëm prej banorëve ashtu siç ne ndodhemi këtu sot, dhe unë ju falenderoj nga zemra për prezencën që keni këtu sot, sepse në fund të fundit kjo prezencë, kjo festë që ne kemi filluar të promovojmë këto vitet e fundit këtu në Dimal, tregon prezencën tonë, tregon edhe një herë që ne jemi të dukshëm, jemi vizibël, dhe ne kemi pasur në këto vite. Unë jam e bindur që ne gjithë së bashku do të bëjmë më të mirën, për ta bërë Bashkinë Dimal me emrin që ajo meriton, me emrin që vjen prej vlashtësisë, dhe tregon edhe një herë që ne kemi bërë pamundur për promovimin e trashëgimisë kulturore, dhe do të vijojmë ta bëjmë këtë çdo ditë. Faleminderit nga zemra dhe një herë gëzuar festën e verës, e paqim verë dhe pranverë tërkohëson. Bujari, shëndet dhe begati në familjet tona. Shumë faleminderit. E tani një valle do ta heq se për valle kam shumë qejf. Hajde figur! Mos i gje! Jeni shtruar në lëndinën e Dimalit të. Po. Ju nga jeni? Ne jemi Dimali. Urave Grore. Dimali është një kështjellë, një kala, është shumë e vjetër. Po? Mund jetë me vjetër edhe nga kala e Berat. E tha bukur porta pritse e Tomorit dhe Shpiragut. Bukur e tha? Ka qenë dikur
Me ta kemi Porta dëgjuar. midis dy maleve quhet Dimal. Po. Dy male. Ka qenë amfiteatri i përber me 4.000 vende. Llogaritë e çka ka qenë në atë. Policia ka qenë shumë e vogël. Po, Edhe kjo pavarësisht se kam mbuluar ata, Gjerman, Për dhe komplet. Kalaja. Ka dhe brenda kjo, kalaq, pitalas, vesh me tunele brenda. Ka qenë jetesa poshtë. Atëre ju keni ardhur për qefshë. Në këtë vend jeni në emigracion apo këtu? Qa viti ke qenë që ke kërmuar me arkeologët? Kam qenë deri në vitin 15, deri në 15 me ekspeditë gjermane, me arkeolog gjerman edhe shqiptar. E qa ke dëgjuar? Kemi bërë shumë punime, kemi dëgjuar shumë gjëra. Edhe unë kam qenë edhe në punë parë kur jam brenda. Atje isha në zanë shkolle, vini për pushime, pastorin keramikën. Edhe më po pasaj gjerën të ekspedita. Ne në kryet e menaxherën Belisa Mungër, që sot është drejtores dhe e përshëndes edhe sukseset e kanë në Atëre, mësuar atëre, sot është ditë e verës. Po pra, Është dhe festa e verës, ditë e verës. e uroj edhe asaj Belisa Mungës, të zotin e verës për gjithë shqiptarët. Është kënaqësi që jemi së bashku sot, në këtë ditë vere, në ditë bukur të pranverës, në këtë fest tradicionale pagane. Kanë ditur ku e kanë bërë fortifikesë. Kanë ditur. Një vend të mrekullueshëm të natyrës, një port mbrojtje e Apollonisë, kanë shkruar dhe Titlivi dhe Polibi për avantazhet që ka pas së zonë që nuk dorëzohej lehtë. Edhe në luftë. Kryetari i Bashkisë Dimal Juliana Memaj e nisi bisedën duke shpjeguar vlerat turistike dhe impaktin që do të ketë qyteti antik i Dimalit edhe për fshatar rreth e qark. Ne kemi bërë një punë të mirë në infrastrukturë së pari, sepse vetë sajti nuk ka qenë i aksesueshëm. Rruga deri këtu sot është lehtësisht aksesueshme pa një investimi të bërë nga BSH-ja Dimal për hapjen e saj. Gjithashtu është bërë një punë e mirë edhe në investimet në ujësjellës që në të dy fshatrat në të cilën kufizohet edhe vetë sajti vjen ujë i pishëm. Ne jemi në përfundim të këtij projekti. Bashkia e Dimalit e konsideron qytetin antik si dritën e syve, një visar i çmuar jo vetëm për këtë bashki, që mban të njëjtin emër, por një krenari kombëtare. Sipas kryetares së bashkisë, Dimali do të ndikojë në jetën sociale e kulturore të fshatrave rreth e qark. Këtu kanë filluar dhe vazhdojnë investimet në infrastrukturë, se dhe janë bërë projekte dhe grupe pune për vazhdimin e grëmimeve arkeologjike. Tashmë punohet me ndjeshmëri qytetare për këtë vlerë unike, sepse nuk ka asnjë kulturë të mbivendosur në Dimal. Është kjo mundësi që ura vajgurore si port hyrëse e Beratit të marrë frymë lirisht dhe të kthehet në një atraksion turistik. Ndërsa festa vazhdon, ne u larguam me grupin e xhirimit në kthim përmes fshatrave Allambres dhe Bistrovic, duke përshkruar nga afër fshatin Vokopol, me plot histori dhe personazhe të arsimit dhe shkencës. Një fshat i ndërtuar hishëm për të cilën u ndal për të folur mësuesi Mjal Bardhi si dhe Hajri Hime. Jemi përballë
fshatit Vokopol. Vokopola është një nga fshatrat që ka një histori të admirueshme. Jo vetëm për popullatën e vet, po për të gjithë ata të cilët duan të njohin historinë e zonës dhe të këtij fshati. Së pari Vokopola është populluar nga të ardhur nga Voskopoja, një pis, i cili erdhi me bakti dhe u vendos këtu. Në fshatin Skreva, me ardhjen e banorëve me besim musliman, një pjesë e banorëve të Skrevanit me besim ortodoks u zhvendosën në fshatin Vokopol. Dhe njëkohësisht filloi edhe të zhvillohej, mbasi ai merrej me emigracion, merrej edhe me tregti. Nga fshati Vokopol kanë dalë shumë personalitet, mjek të njohur. Ata kanë studiuar në Janin, në të Greqisë, ka studiuar në Korfuz, ka studiuar në Stamboll, pra kanë qenë njerëz shumë të ditur. Dhe kanë kontribuar shumë, jo vetëm për fshatin, por kanë kontribuar në mënyrë të veçantë edhe për Adeu, vendin tonë. Në fshatin Vokopol është ngritur për herë të parë nga migracioni në Amerikë një shoqat e vogël, e cila mblidhte të ardhura dhe i dërgonte në fshat, dhe fshati rindërtohej me planimetri, me rrugica, me shtëpi, model. Shumë interesant. Përveç kësaj, me kalimin e kohës, fshati filloi të merresh me aktiviteta detare patriotik banor të tij. Është i njohur. Këtu kanë ardhur edhe detar të shquar të lidhjes Prizrenit, të cilët kanë ardhur për të mobilizuar zonën atë kohë, për ta ngritur dhe krijuar opinion për shpalljen e pavarësisë, për shkëputjen nga Turqia, për mësimin edhe të gjuhës shqipe. Dhe këtu ka patur shkollë shumë herët. Fillimisht ka qenë ndikimi grek, dhe shkolla ka qenë greke. Pastaj ka filluar edhe mësimi i gjuhës shqipe. Këtu është një nga mësuesët më të njohur, i cili është i dekoruar nga Kuvendi Popullor për Ilham Veskali, një mësues patriot që ka kontribuar për prapjen e gjuhës shqipe në luftë kundër gjuhës greke, presionit grek, po dhe presionit turk. Përveç kësaj, në vitin 1912, një nga bijtë e këtij fshati, i cili kishte studiuar në Stamboll për farmacist, por dhe kishte njohur Ismail Kemalin dhe kishte ngritur farmacinë e tij në Vlorë, në konkurir Ismail në Vlorë, ai mori përsipër, i ngarkuar nga Ismail, të ngrinte flamurin në Berat. Por në Berat, mitropolia e Beratit ishte shumë e vështirë të ndryhet. Dhe ai u pengua, erdhi me shokët e tij, vajti në Sinj për shkuar në Berat. Kështu që fshati Vokopol edhe gjatë periudhës më vonshme ka nxjerrë kuadro, të cilët kanë shërbyer. Një ndër ta është edhe doktor Luka Eqimi, i cili ka shkruar historinë e fshatit. Njëkohësisht në Vokopol është hapur robotqeftësia e parë. Po. Edhe sot është makina qepse, mas një shekull e gjysëm që ndodhet zonat qipë të mirë. Po, zonat qipë. E dyta është hapur punishte që bënte ato fuqit e verës. Fuqit e verës, të drurit, në Vokopol. Ishte një punishte e dy shekëve. Mirë, ju faleminderit për këto shpjegime që dha për Vokopolën. Faleminderit edhe ju. Kjo ishte qendresa e fundit nga rrugtimi i sotëm në Kalan e Dimalit, për të kthyer në rrugën tonë për në qytetin e Fierit.